të cilët kanë operuar dhe pacientët të cilët kanë pas nevojë. Ne tani po ulëm paksa me pamje të presidencës, ndërkaq presidentës ushtruese të detyrës së presidentës Vjosa Osmani dhe më pas me siguri do të vinë sërish doktorët këtu për të na njoftuar se cilat janë të rejat dhe si është gjendja më saktësisht e pacientëve. Ne deri tani kemi mësuar se prej 15 pacientëve të cilët janë duke u trajtuar këtu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, një vajzë është në gjendje më të rëndë, e cila ka pësuar djegje në kokë dhe në pjesë të tjera të trupit. Ndërkaq pacientët thuhet se janë jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohen në këtë klinikë, ndërsa jo vajza 20 vjeçare është për trajtim të mëtutjeshëm do të vazhdojë në klinikën ortopedike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ne do të vazhdojmë tani, Alketa, nëse është kërkesa juaj të vazhdojmë me pamje, apo ta ndërpresim këtë linjë, na tregoni si të veprojmë. Gjithsesi dua të vazhdojmë me pamjen nëse e kemi të mundur. Elmina, më dëgjon? Nëse e kemi të mundur teknikisht do doja që të shija pamjen. Po, Alketa.